Po si është e mundur që Edi Rama ka rënë në këtë lloj niveli ku është marrë personalisht edhe me protestues të caktuar? Unë e kam pa edhe debatin që pati me Fatos Lubonjën, ai ka atë diskurs, ka atë mendësi, mu me vjen keq. Unë nuk flas në këtë rast për qytetarin Edi Rama, qytetari Edi Rama është edhe kryeministri i Mejoti, unë flas për kryeministrin e Shqipërisë, kryeministri i Shqipërisë duhet jetë më i matur e duhet jetë më i përgjegjshëm. Personalisht, edhe si bashkëqytetari Edi Ramës, po edhe si shtetas i shtetit që ai drejton, do të thosha që ky është dita e madhe e Shqipërisë, sa fati i madh që nga kryeministri e deri tek drejtorat e Barkalesë të vegjël që kanë vjedh, kanë korruptuar, kanë bandame kësaj shoqërie, këtij shteti e këtij kombi, leta lën të rrjedh historia e Shqipërisë e ata nëse janë me faj letë përgjigjen para ligjeve dhe të mos agravojnë situatën, po t'isha unë vendin e kryeministit apo të ministrit, këtë moment do ta quaja fatlum që të bëhesha pjesë e zgjidhjes e jo pjesë e tërheq e mos e kput agravimi i situatës është gjëja më e dëmshme që për Shqipërinë e për shtetin shqiptar. Profesor, si është e mundur që Edi Rama tashmë edhe në mediat ndërkombëtare në intervistë që ka dhënë për Financial Times ka sharë shqiptarët, po themi, ose më saktë i ka ofenduar ata me fjalë tulta, duhet thënë, ku është shprehur se ai nuk është kumbari, e kupton, dhe do duhet që protestuesit ta gjejnë nëse ai është kumbari apo jo. Tani vetëm nuk dua të merrem me qytetarin Edi Rama. Si kryeministri i Shqipërisë, ne merrem me kryeministrin. Po. Si kryeministri i Shqipërisë, ai mund të ishte kryeminist edhe vllai im, edhe tjerë, por si kryeministri i Shqipërisë, ky lloj diskursi është shumë i gabuar, është diskurs që prodhon fyrje dhe nuk prodhon asgjë të mirë. Unë doja këshilloja me ndryshue fjalorin, por është problemi i tij, është zgjedhja e tij, në fundit gjithkush merr përgjegjësi për fjalët e veta dhe për shprehjet e veta. Profesor, si e shikoni protestën, ku do, po themi, deri ku mund të shkojë kjo protestë dhe a mund ta vendosë Edi Rama me shpatulla pas muri për të dhënë dorëheqjen apo edhe këtë radhë Edi Rama do t'ja hedhë? Unë e shoh si një shkollë lirie dhe demokracie nga ku do të lindë me patjetër një produkt i ri politiko-shoqëror, një model tjetër sjellje dhe një përgjegjshmëri tjetër ndaj mjedisit, ndaj shoqërisë, ndaj politikës, ndaj institucioneve dhe gjithçka tjetër. Dhe jam shumë i lumtur që në këtë protestë në ditën e 23 më në fund po koncentrohen gjërat dhe po dalin pikat një nga një ku gjithmonë sipas parimit filozofik, ku gjithmonë ka një të parë, që në shoqëri një e parë është familja, edhe në këtë realitet historik të Shqipërisë ka një të parë dhe e para e më e rëndësishmja është dorëheqja e pa negociueshme e menjëhershme e kryeministrit Edi Rama, qoftë ky dhe një talent i pa shembull të kësaj bote në shtetformim e në drejtim ekonomik e politik, jo që nuk ka rrezatuar të tilla pamje apo të tilla funksione. Pra, unë jam për atë që e para është identifikuar dhe ka një emrus qëndron si emrus përbash. Pas dhënies së dorëheqjes së domosdoshme, atëherë të gjitha tjerat vinë pas njëra tjetrës, jo qeveria tranzitore 12 muaj, jo vajtja e vendit në zgjedhje, se me Edi Ramën, me ministrat e Edi Ramës, se me korrupsionin e Edi Ramës, është e pa mundur zgjedhjet demokratike. Ne nuk mund të bëjmë zgjedhje pa pas pluralizmin demokratik. Pra, të zgjedhje pa pluralizëm të hyn zgjedhje me monizëm. Në monizëm, 1000 herë me pas zgjedhje, fiton Partia Moniste. Prandaj, ne duhet sjellim pluralizmin e pastaj duhet shkojnë zgjedhje. Një qeverisje 12 mujore, besoj që është e mjaftueshme për të shkuar në zgjedhje dhe për të marrë verdiktin e popullit. E mos me thonë morëm shuplaka, as morëm grushte, po me i numërua votat dhe me hek dorë për sat gjallë fara shqiptarit nga vjedhja e votës, nga intimidimi i votës e nga masakra e votave. Po volle votën ke djeg Shqipërinë.
e provoj Shqipëria në vjedhjen e votave 1996 dhe e dini se çfarë ndodhi në vitin 1997. Lut Zotin që shqiptarët dhe kjo rini e diaspora sidomos që kanë shesh uftojnë që mos më vën në 1997 tjetër, që sikur se thot filozofi Immanuel Kant e jo Lushnjaj, thot që po ndodhi përplasja, atëherë prishet kohezioni social në shoqëria dhe kthehet shoqëria 100 vjet mbrapa. Nuk kemi as i ditë mur. Prandaj është i gjallë shqiptar e birari me graj, me pleq, me vegla, pune, me qoftë edhe me bagti, i mbathur e të ndryshimin e kontratës qeverisjes dhe futjen e vendit në një rrugë normale të demokratizimit. Si mendoni, sa do të rezistojnë protestuesit deri në realizimin e kërkesës kryesore ku Edi Rama t'jap dorëheqjen? Protestuesit do të tojnë, por çfarë do që e mbylljen e studentëve në 2018-ën, ja çfarë ndodhi tani, plus që janë 8 vite regres e masakrën mbi Bregdetin, mbi pronat, mbi rinin, mbi profesionet, mbi shkollat, mbi universitetet, mbi bujqësinë, mbi gjithçka. Prandaj unë kam shumë shpresë që çdo politikan i përgjegjshëm që ka të paktën njërin prind shqiptar dhe i dhimbse të ky vend, do t'i vajgishin kokë se do thot do t'i hapin rrugën proceseve demokratike. Janë boll 4 vjet me qeverisjen e një popull. Ja edhe 8, po 16 unë besoj që janë frymë. Populli thot përdor një shprehje au fryne, au ngope. Që janë kur tani kur këtë bëjsh me njerëz të pangopur e të babzitur, atëre të vinë problem tjetër. Por unë lut Zotin që qeveritarët e Shqipërisë dalin në këtë kategori, por të qëndrojnë në kufit moles së qeverisjes. Dhe normal qeverisjes është marrin vesh zërin e protestës qytetare dhe t'i hapin rrugën proceseve demokratike. Të bëhen pjesë e zgjidhjes, siç u bë kryeministri i Anglisë. Profesor, dhe pyetja e fundit, nëse Edi Rama jep dorëheqjen dhe largohet nga politika, pra sidomos marrin një skenar të tillë ku ai largohet nga politika pas dorëheqjes, a mendoni se do të përballet me drejtësinë? Patjetër, do përballet me drejtësinë, po përballja me drejtësinë nuk është turp. Përkundrazi është nder ai që e kupton situatën në cilën ndodhet dhe përballet me drejtësinë. Drejtësia e të bën qytetar të përgjegjshëm. Ama në rast se ti kundërvihesh edhe drejtësisë toksore, e drejtësisë hyjnore je kundërvuar me kohë, atëre problemi është shumë i keq. Unë nuk ja dëshiroj kërkujt me u shmang drejtësisë. Një nga janë përballë me drejtësinë, 8 muaj janë kryer 8 muajve kam marrë pa fajsinë sallë gjyqit vëlla. Dhe ndihem shumë i nderuar, sepse i tregova gjithë botës që Lushnjaj është i pafajshëm e s'ka shpërdoruar as 100 lek vjetra. Po në rast se nuk do shkoja në drejtësi, kur nuk do të quhesha, nuk do të kisha gojë me fol më. Prandaj i këshilloj të gjithë të drejtojnë drejtësinë në ligjet e kushtetues së Republikës. Unë gjithmonë them të rikthejmë kushtetues dhe ta hedhim veshtrimin tek projektet dhe idealet e larta e jo tek bataku i përditshëm. E unë them gjithmonë që ta hedhim veshtrimin tek shqiptarët dhe shqiptarët që janë njerëz me dukur të pastra e me fytyra të pastra e që nuk kanë vjedhur, nuk kanë shpërdoruar e nuk kanë dëmë interesat e Shqipërisë. Përndryshe nuk vlen as edhe një ditë më tepër për akt të tillë otomano-sorosiano-komunist. Duhet ministri ta shohë këtë situatë se nuk ka interesi. Me bën krahasit pemë vreshta e bën çdo shtet të Evropës. Duhem të kontribuojmë vendit tonë. E të na lënë të vendit tonë, po jo duke na lëshuar një duzinë të korruptuarish, horash, ignorantësh, vagabondësh, e përgojuesish në kurriz. Sot bëna një artikull pikërisht mbi 10 arsye të mbështesin protestën. Kjo protestë është ringjallja e Shqipërisë. Kur nuk kam pa, edhe në 1992 kam qenë skeptik se poshtë se si u uzurpua lëvizja studentore, edhe në 1998 e kam pa e vërteta luti Zotin dhe shqiptarët e ndershëm që t'i kontribuojnë që kjo protestë
të mos dëmtohet kjo protestë të shkojnë deri në fund dhe të prodhojë zgjidhje politike për Shqipërinë. Profesor, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Të falenderoj shumë dhe ndjes për problemet e internetit dhe edhe i herë të falenderoj ty e të gjitha mediat që janë bën zëri i vërtet i kësaj proteste dhe nuk është problemi zëri i protestë, por zëri i gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Problemi i shtetit na prek të gjithëve. Ne duhet të bëhemi të përgjegjshëm që të reagojmë e jo të marrim pozicionin e sejrit gjithë edhe duke peshuar se sa lek më prama me projekt mund ta vjedhësh, a lek të jep tjetri me ekspertizë, por duhet të bëhemi të përgjegjshëm për Shqipërinë sepse shkatërruam të ardhmen e shtetit dhe të brezave në këtë vend. Faleminderit sërish. Zoti truaj vëlla. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.